Një ngjarje e rëndë ndodhi ditën e sotme në orët e para të mëngjesit, ku roja i një plazhi privat në Ksamil ka qelluar për vdekje një turist nga Portugalia. Për të folur mbi këtë ngjarje të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit, është kënaqësi. Zoti Duraj, një turist u qellua për vdekje nga roja i po themi plazhit privat. Kemi detaj më shumë lidhur me këtë konflikt dhe çfarë imazhi është për Shqipërinë dhe për turizmin në Shqipëri vrasja e një turisti të huaj? Është një ngjarje shumë e rëndë e cila na ka shokuar, pra është një ngjarje që unë personalisht e kam përjetuar shumë keq, pasi ne japim një imazh negativ në sytë e botës, aq më tepër që jemi një vend i cili jemi të destinuar për turizëm dhe propaganda kryesore e shtetit apo e qeverisë është për masivizimin e turizmit dhe kjo ka qenë një nga shtyllat kryesore apo betejat për cilat kjo mazhorancë është krenuar. Por është një ngjarje e paralajmëruar, pra nuk janë episode të izoluara, pra kemi pasur edhe më para raste të vrasjes së turistëve të huaj, ku më të fundit kemi pasur një polak përpara 6 viteve, mos gaboj apo 7 viteve, i cili ndaloi në rrugën nacionale dhe mori një qytetar. Pra një qytetar i bëri autostop, ai ndaloi dhe ky qytetar donte ta grabiste. Ai i nxori armën, pra duke u kasafytur u vraj. Kemi pasur rastin e për cilët një pronar në Imar apo në Porto Palermo ju hodh pse s'kishin paguar faturën. Pra, to janë raste që bëjnë pis vendin ton dhe traditën që kemi ne si popull apo si shqiptar, apo dhe raste të tjera ku turistët janë vjedhur, janë goditur, janë rrafur dhe vim tek rasti i ditës së sotme, ku është i paprecedent rasti që turisti të vritet me thik, pra është një makabritet që ndodh në Rivierën Shqiptare. Dhe përgjegjës tu së pari janë ata pronarë cilët kanë këto sipërmarrje, dhe që është e vërteta. Unë personalisht kam nga viti 2013 edhe këtej që nuk shkoj fare tek ajo zonë. Pra aty ku ka ndodhur tek ai lokal është një arrogancë, pra jam ndeshur 13 viteve me një arrogancë, nuk e di se si e ka pasur emrin lokali, por është tek 3 Ishujt, duke shkuar me familjen në mëngjes, pra ai që të pret pritsi, i cili si se mon makinat apo pret qytetarët, me një arrogancë të madhe dhe prepotencë, sikur ne shkojmë aty dhe i marrim gjërat falas, pra edhe sikur falas e japësh një shërbim dikujt, kjo gjuhë komunikimi nuk duhet të jetë. Pra janë njerëz që s'din të komunikojnë, s'din të flasin, janë arrogant, prepotent, shikimin e kanë pra një shikim kërcënues dhe është pothuajse gjithë ajo zona aty e Ksamilit edhe një pjesë e Bregdetit Jonian, ku në lokale të caktuara, edhe pse janë investuar miliona euro, ata nuk kanë një sjellje të dur. Pra, gjë që shqiptarët tani e kanë abandonuar, pra gjithë shumica e shqiptarëve po shkojnë në Greqi me çmime më të ulta dhe marrin shërbime më të mira. Pra, duke qenë se është një vend fqinj dhe ofertat kanë qenë të konsiderueshme në raport me pagesën që ata kanë apo me shërbimin që marrin. Tu në Shqipëri mirë që do paguash pra të shkon shumë një natë, po qoftë edhe një kafe nëse konsumon aty apo një ditë plazhi, ne pagesat apo rrogat i kemi në një nivel i cili nuk shkon në raport të drejtë me pagat që ne marrim apo të ardhurat që ne kemi. Pra që të shkosh aty të bësh 5 ditë pushime, i bie që të çosh 4 muaj apo 5 muaj të ardhurat që ka
një familje, burr bashkëshortët, pra burri dhe gruaja, pra të ardhurat të cilat ata marrin. Dhe ajo që është për të ardhur keq është që mirë investitorët, ato që kanë parat që investojnë, nuk kujdesen për cilësinë, për shërbimin, si duket, ndoshta ato i kanë para për cilat ata i kanë para të tepërta apo para të dyshimta, për cilat mundet që të kenë arsye nga më të ndryshme për çfarë japin këto biznese, por kemi shtetin i cili nuk bën një kontroll të dur, kontroll të rreth, rigoroz, të drejtë, ku këto subjekte të kenë një staf të mirë trajnuar, gjë që nuk shteti as nuk duket fare në këto resorte apo në këto biznese të cilat janë biznese me qindra miliona euro apo me miliona euro. Po shteti jon merret me ato biznese familjare, të cilat kujdesen për klientët, e kanë atë sipërmarrje të ardhurën kryesore për cilën ushqejnë familjen e tyre dhe janë njerëz të cilët e kanë ngritur çdo gjë me djers edhe me mund. Kështu që këtu unë fajtor bëj shtetin, sepse ai është rregullatori, kontrollori dhe inspektuesi i gjitha këtyre subjekteve për të cilat nuk kanë gjë minimale, nuk kanë sigurinë. Pra, aty shkon për të shpenzuar para, turistë të huaj të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, dhe në rasti konkret shtetasin indier i cili është nga Portokalia, dhe çfarë gjendet, ai ikën i vrar, pra ja ka marrë jetën, dhe të gjitha sot media ndërkombëtare kanë folur për të rast. Ky është një minus për vendin ton, për Shqipërinë ton, por natyrisht edhe për shtetin ton. Duhet dënim maksimal një herë për autorin, i cili ka kryer edhe rrethan rënduese, sepse pasi ka vrarë, ka mbajtur aty për 3 orë, pra trupi i të ndjerit është gjetur nga policia vetëm pas 3 orëve dhe ai është larguar nga vendi i ngjarjes, që do të thotë këto janë rrethana rënduese, të cilat ja rëndojnë pozitën e tij dhe natyrisht organi akuzës dhe gjykata mundet që të kërkojnë dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm, sepse autori nuk është penduar fare nga ky krim që ka kryer. Këto janë raste të cilat apo shkaqe të cilat gjykata dhe prokuroria do t'i marrë në konsiderat. Por unë mendoj që përgjithësi duhet të ketë edhe administratori i kësaj shoqërie, ku ky biznes është i regjistruar në emrin e një pensioniste, pra një person i cili ka dalë në pension, ka hapur të biznes, ndërkohë që mendohet se është një biznes formal, apo një biznes i cili është bërë formalisht nga një pensionist, por organi akuzës duhet marrë masa edhe për ata të cilët e kanë menaxhuar të kompleks dhe politikat të cilat ata i kryejnë, sepse nëse nuk do të dojë administratori apo administratori i vërtet do të punsojë njerëz të paktën të jenë human, të jenë të komunikueshëm, edhe pse mund mos e kenë përvojë apo trajnimet e dhura për punën që ata kryejnë, minimalisht ata do të jenë qytetarë të mirë, qytetarë të cilët bin të sillen dhe qytetarë që i qëndrojnë pranë klientëve apo konsumatorëve të cilët i hyjnë apo i shkojnë në biznes. Dhe ajo gjë tjetër që është më e dhimbshme nga gjithë kjo situatë është se aty ne kemi edhe një punonjës policie i cili punonte si bodyguard apo si roje në këtë resort. Pra një problematik që ne gjithmonë e kemi ngritur është që këtu punonjësit e policisë trajtohen si njerëz të dorës dytë apo të dorës tretë, ku nuk paguhen, orët e tyre shtesë nuk paguhen, pagat janë mizerabël, trajtimet për familjen apo edhe lehtësira tjera që mund të ketë një punonjës policie nuk ekzistojnë, dhe ndërkohë që këta punonjës dalin
dhe punojnë bodyguard. Një pjesë prej tyre punojnë bodyguard, një pjesë prej tyre punojnë kështu shofer taksish, pra kanë makinat e tyre private dhe punojnë taksi pa licencë. Dhe ky është një turp për vendin tonë, për qeverinë tonë që trajton në mënyrë të tillë uniformën e policisë së shtetit dhe për më tepër unë këtu bëj fajtor shtetin dhe vetëm shtetin. Avokat, në fakt Sokrat Vata, pra autori i ngjarjes, punonte te Elite Security, e njëjta kompani që ruante edhe Orange Club, ku përfshi edhe shefi i krimeve që u dhënuan nga bodyguardët. Po, nuk është çudi, pra që edhe të ketë qenë i punësuar aty, apo në ndonjë shoqëri tjetër të policisë private, sepse edhe pse janë kriteret ligjore për mënyrën se si duhet të rekrutohen ta punonjës policie, unë kam parë punonjës policie private të cilët kam pasur rekorde kriminale, të cilët kam pasur dënime penale të formës prerë, korrupsion apo edhe për vepra të tjera penale, ndërkohë që streja e tyre është pranë këtyre policive private. Pra nuk ka një kontroll që kontrollin ka për ta bërë drejtoria e përgjithshme e policisë, e cila ka një kontroll për mënyrën se si licenson ta punonjës të policisë private, dosjet e tyre se si menaxhohen, pra se si hetohen nga kjo drejtori dhe licenca që i lëshohen. Pra, përveç se është licenca që kanë këto shoqëri të policisë private, kanë licencë edhe çdo punonjës i policisë private, i cili ka një licencë të veçantë dhe për këtë punë ai bën një trajnim të cilën e bën pranë Akademisë së Sigurisë dhe ku ka një departament të posaçëm vetëm për punonjësit e policisë private. Pasi nështrohet kualifikimit, testimit, merr të licencë dhe pastaj ka mundësi hapet dera që të punojë pranë këtyre policisë. Pra gjithë filtrimi fillon nga fillimi, pra për mënyrën se si filtrohet ky punonjës i policisë private. Dhe në rastin konkret, dyshohet se personi i cili dyshohet se ka kryer të krim, pra Zoti Vata, dyshohet se ka qenë i dënuar penalisht në Britaninë e Madhe për trafikim të lëndëve narkotike. Dhe se si mund të bëhet një punonjës policie me një dënim të rëndë kriminal të tillë, tu vetëm në vendin tonë dhe në Shqipëri ndodhin. Pra, nga ana formale, ky institucion privat mundet që të jetë në rregull për sa i përket dokumentacionit, por duhet të ketë një filtrim edhe pranë këtyre policive private për mënyrën se si i testojnë, se si i fusin në punë, se si i rekrutojnë në punë, dhe kontrolli kryesor pastaj i ngjelet edhe nga drejtoria e përgjithshme e policisë, që duhet bëj kontrolle periodike, gjë që nuk bëhet. Mjaftojnë vetëm për gjërat formale që të jenë në dosje dhe mos ketë penalitete, ndërsa për sa i përket sjelljes reale dhe meritës së këtyre licencimeve që kanë këta punonjës nuk interesohet. Pra, tek cilësia askush nuk interesohet, sepse ata kanë qëllim vetëm që të maksimizojnë fitimet, kanë qëllim që të marrin sa më shumë subjekte në mbrojtjen të tyre dhe çdo gjë është vetëm paraja dhe paraja. Nuk kanë qëllim që këto biznese të jenë biznese afatgjate, biznese të qëndrueshme, biznese të cilat do të ketë një të mirë publike, sepse sipërmarrja përveç se qëllimit privat të fitimit, që është një nga elementet kryesor për cilët një sipërmarrës zhvillon biznesin e tij, por ai ka qëllim edhe që të ofrojë një shërbim të mirë dhe një shërbim publik. Por çfarë ndodh? Një pjesë të konsiderueshme të këtyre SHFRS-s apo policisë private, shoqërive të ruajtjes fizike dhe private,
i kanë njerëz të cilët janë underground, pra njerëz të inkriminuar që kanë para në pistë dhe që marrin drejtues teknik apo themelus të shoqërive njerëz të cilët janë prestanome apo njerëz që mundet të kenë aty të ketë vetëm një rrok, mjafton që ai të ketë emrin dhe të jetë pronar, ndërsa fitimet i marrin këto grupet kriminale të cilat kanë kriminalizuar gjithë jetën ekonomike të vendit, për të cilat konkurrencën e bëjnë të ndershme, e bëjnë të pamundur dhe këta fiksojnë çdo gjë. Kështu që nuk është çudi edhe për mënyrën se si rekrutohen këto, përderisa pronarët de facto janë njerëz të inkriminuar apo njerëz që kanë të ardhura të dyshimta, natyrisht ata se kanë fare problem edhe për njerëzit të cilët rekrutojnë, sepse mendojnë që çdo gjë ata do ta mbyllin me para. Pra kur vjen puna për një çedim nga ana institucionale apo shtetërore, ata e mbyllin me lek apo me rishvet. Ndërkohë që ajo që nuk mbyllet në rastin konkret është jeta e një të riu 20 vjeçar i cili erdhi në vendin tonë për pushuar dhe vdiq. Pra, kush do t'ia kthejë jetën familjes atij të riu që është i pafajshëm dhe vdiq? Askush nuk ja kthehen nga këta njerëz të cilët janë makut dhe qëllimin kryesor kanë vjedhjen apo përvetësimin e parave. Fatkeqi këtu në rastin konkret është edhe familja e të ndjerit, por natyrisht edhe autori që ka kryer të krim, sepse ka menduar se ka pasur fuqinë apo mbështetjen, inkurajimin e këtyre policive private të cilat nuk janë profesionale. Përveç saj ne kemi edhe rastin e Zvërnesit, pra aty njerëz që vetëm polis nuk quhen, privat, të cilët u konfliktuan me qytetarët, i rafën qytetarët, i morën në mënyrë makabre dhe askush nuk ndërhynte nga policia e shtetit. Pra kjo është për të ardhur keq, jemi në pikën më të fundit, nuk di ta shpjegoj, jam shumë i shokuar nga kjo ngjarje. Avokat, edhe pronari i hotelit ku ndodhi dhe ngjarja nuk kishte një pronar që kishte një sketë të pastër, pasi ai është përfolur shpeshherë në media si një personazh problematik ku në shumë raste është arrestuar dhe rasti më, le të themi, i bujshëm ishte ajo rraja që u bë në kombinat nga Bekim Bulica, pra që u bë një polici dhe vllai të vet. Është një video e famshme ku viktima i lutet Bekimi që thot më lësho se të ngela në dorë. Pra, siç duket, policia duhet ishte më e vëmendshme ndaj të personazheve të tillë. Këtu nuk është çështje e policisë, por këtu është çështje e të gjitha institucioneve të cilat merren me licencimin e këtyre subjekteve. Pra nuk mund të ketë subjekte private të cilët janë de facto, apo më falni, de jure, të cilët janë persona pensionistë pas një të ardhur, pra edhe ngrihen papritur që ngrihen me hotele, me biznese, me pallate, me kompani ndërtimi, me banka apo me shoqëri të tjera mikrokredite, dhe shteti këto duhet të jetojë. Nga momenti i parë që themelohet një shoqëri, duhet të shikojë kapitali. Pra kush është ky që e ka ngritur të kompani? E para, e dyta, janë institucione të tjera ligjzbatuese, duke filluar që nga inspektoriati i punës, i cili bën verifikimin në terren të dosjeve të personelit të këtyre punonjësve. Së treti, është Ministria e Turizmit dhe Ekonomisë, e cila duhet që të merret vetëm me licencimin e këtyre subjekteve që ushtrojnë aktivitet turistik. Pra, ashtu sikurse licencohen agjencitë turistike nga kjo ministri, duhet ketë një kontroll dhe një certifikim nga Ministria e Turizmit, gjë që nuk bëhet. Dhe së pesi, duhet ketë verifikime në terren, pra me agjentët e tyre, inspektorët e tyre, që kush e menaxhon këtë kompleks, kush është personi i cili kujdeset për administrimin, për rekrutimin, për gjithë punët që ka një resort apo një kompleks, një hotel,
në mënyrë që të kuptohet se cili është pronari i vërtet. Dhe pastaj i lind detyra këtyre inspektoriateve të cilët të denoncojnë raste kur ne kemi raste të cilat vijnë investime nga krimi organizuar, nga parat të cilat kanë ardhur si rezultat i prodhimit dhe të shitjes së lëndëve narkotike, apo parat të cilat vinë si rezultat e trafikimit të qenieve njerëzore apo të korrupsionit, në mënyrë që institucionet ligjzbatuese të hetojnë dhe pastaj të fillojnë hetime pasurore për të subjekte të cilat nuk kanë, pra përderisa këto para janë krijuar në mënyrë të palishme, atëherë dihet se si është sjellja e këtyre oligarkëve apo të këtyre pronarëve të cilët duan që t'i pastrojnë këto para apo edhe qoftë edhe t'i menaxhojnë. Pra, nuk është ky rast i vetëm, pra kemi me qindra raste për të cilat institucioneve ligjzbatuese i lind detyra dhe e drejta që ata të investigojnë të gjitha këto subjektet në mënyrë që të rritet konkurenca, të mbështetet konkurenca e ndershme, të mbështeten familjet të cilat punojnë me djers apo ato subjekte private të cilat e kanë filluar nga zeroja dhe kanë investuar mundin, djersën dhe vërtet me punë të ndershme në mënyrë që t'i jepet hapësirë të një zhvillimi të këtyre subjekteve të ndershme. Gjithë problemi është te kriminalizimi i ekonomisë dhe kur kemi kriminalizim të ekonomisë, të gjitha hallkat e zhvillimit të jetës ekonomike janë problematike. Pra, po dëgjoja përpara jo vetëm jo sot po dje, po dëgjoja një analizë për sa i përket një eksperti të fushës imobiliare lidhur me apartamentet dhe ai thoshte që apartamentet janë gati 80.000 apartamente janë fizike dhe të gatshme, ndërkohë që priten që edhe gati 100.000 të tjera që të ndërtohen për 2 ose 3 vite, ndërkohë që çmimet për të blerë një apartament, pra ne si çifte të reja duhet punojmë një jetë të tërë. Çfarë një jetë të tërë? Të futesh në kredi edhe nuk ja del dot, të punosh 2 jetë dhe të blesh një apartament, gjë që nuk ndodh në asnjë vend botës dhe ai nuk kishte një shpjegim për këtë, por e shpjegonte vetëm për shkak të ekonomisë informale, ekonomisë pisë, lekët të cilat vijnë nga korrupsioni dhe nga droga dhe investojnë aty dhe kanë bërë që mos të ketë një konkurrencë të ndershme, por natyrisht edhe çmimi ta vendosi tregu. Pra ata vetëm sa i hedhin parat aty. Dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një analogji, pra edhe bizneset të cilat hapen këtu në Shqipëri, ne shikojmë shumë biznese të cilat hapen për të pastruar parat, të cilat hapen edhe qoftë për të krijuar një lloj imazhi që ata kryejnë një aktivitet, por ndërkohë kryejnë aktivitete të dyshimta për cilat shteti duhet të ndërhyjë. Sepse nëse nuk ndërhyjnë, atëherë i bie që këtu të gjithë qytetarët, edhe këta që kanë ngelur, të marrin rrugët dhe mos ta shikojnë Shqipërinë si një destinacion për të jetuar me familjen e tyre dhe për të rritur fëmijët e tyre. Kjo është ajo që unë mendoj për rastin konkret, por që shteti duhet të reagojë sepse është shumë vonë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për mua, është kënaqësi gjithmonë.